Në 4 muajt e parë të vitit, bizneseve u janë kthyer 5.4 miliard lekë apo 54 milion euro të TVSH e paguar përmes procedurës së rimbursimit. Në raport me një vit më parë, shifra për periudhën janar-prill ka rënë me 39%, pasi në 2024 u rimbursuan 87 milion euro në 4 mujor. E ndarë sipas muajve vjetre një rritje progresive e rimbursimeve të bëra nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe shifra më e lartë rezulton të jetë në muajin prill me afro 18 milion euro, ndërkohë që koha e kryerjes së këtij procesi po reduktohet. Në total janë rimbursuar 539 subjekte dhe 80% e kërkesave janë miratuar pa kontroll. Rimbursimi i TVSH-s për bizneset për gjatë vitit 2024 përmes platformës digjitale është bërë brenda mesatarisht 31 ditëve, duke reduktuar kohën e pritjes dhe lehtësuar tatim paguesit, ndërsa deri në 2027 planifikohet që afati mesatar i rimbursimit të arrijë në 25 ditë. Personat e tatueshëm të regjistruar për TVSH-n që rezultojnë me tepritje kreditore mbi 400.000 lekë kanë të drejtë të paraqesin kërkesën për rimbursimin e TVSH-s pranë Drejtorisë së Rimbursimit të TVSH-s në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Kjo kërkesë paraqitet sipas formularit të miratuar, kërkesë për rimbursimin e TVSH-s online dhe zyrtarisht. Rimbursimi i TVSH-s kryhet brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës nëpërmjet sistemit të thesarit. Kërkesa për rimbursimin nënshtrohet procedurës normale të rimbursimit, duke u nënshtruar analizës së riskut për rimbursim. Rimbursohen automatikisht brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për rimbursim të TVSH-s si persona me risk zero. Në rast të mos rimbursimit të shumës së miratuar për rimbursim, personit të tatueshëm i lindet drejta e mospagesës së detyrimeve të tjera tatimore në masën e TVSH-s së pretenduar për rimbursim. Nëse një rimbursim i cili duhej kryer nga administrata tatimore nuk kryhet brenda afateve ligjore, tatimet paguajnë kamat vonesë për shumën e paguar më tepër.